Mirë se erdhët të dashura Krepër në letra të rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëj leximin e juaj të radhës. Akrep, kjo është një nga ato shtrirje që flet për fundin e një cikli dhe fillimin e një tjetri. Jo në mënyrë dramatike si që ndodh shpesh me ju të dashura Krepër, por në mënyrë më të qetë dhe më të mençur. Duket sikur kohën e fundit keni kaluar një periudhë ku keni menduar shumë, keni analizuar shumë, dhe ndoshta keni mbajtur, ta them, disa gjëra vetëm për vete. Nga jashtë mund të keni vëzhguar normalisht, por brenda vetes keni qenë duke bërë pyetje të mëdha për jetën tuaj, për njerëzit përreth dhe për drejtimin që po merrni. Ajo që më pëlqen te kjo shtrirje Krepër është se nuk flet për humbje, flet për transformim. Dhe nëse ka një shenjë që ditën transformohet pas çdo sfide, ai është Akrepi. Rendi parë kam ndarë për ekonomi, punë, karrierë dhe kështu me radhë, stabilitetin ekonomik. Rendi dytë është dashuria për dashuri, absolutisht i tërë, por që për ata që janë në lidhje, beqarët dhe ata që duan një ribashkim. Po fillojmë me letrën e parë për ekonomi, punë, karrierë dhe ekonomi. Është High Priestess, që quhet kryepërshkopi, të quaj ashtu. Në fushën e punës del kryepriftëresha. Kjo është letra intuitës, e durimit dhe gjërave që ende nuk janë zbuluar plotësisht. Të dashur Krep, duket sikur shumë për ju ndjeni se diçka po përgatitet në përpaskem. Ndoshta nuk keni ende të gjitha informacionet, ndoshta nuk e dini ende si do të zhvillohet një situatë, por instinkti juaj po ju thotë se diçka po lëviz. Dhe sinqerisht, Akrepi rrallë gabon kur dëgjon intuitën. Problemi është se ndonjëherë përpiqeni të merrni vendime para kohe. Kjo letër ju thot, mos nxito, jo çdo përgjigje do vi sot. Letra 2 të vjen dielli. Dhe këtu energjia ndryshon, të dashur Krepër, kryesisht ajo që sot mund të duket e paqartë, shumë shpejt fillon të bëhet e qartë. Dielli sjell sukses, njohje, rezultate, lumturi, harmoni dhe ndjesinë se gjërat po ecin me drejtimin e duhur. Për disa Krep kjo mund të jetë një lajm i mirë për punën, për disa një mundësi që më në fund po shfaqet, apo një periudhë ku ndiheni më të sigurt financiarisht. Është sikur universi po ju thot, e di që ke pasur dyshime. Tani shiko çfarë ndodh kur vazhdon përpara. Katët e shpatës vjen pas kësaj, menjëherë pas diell del 4 pranë katët e shpatës. Dhe kjo është shumë interesante, sepse ndërsa mundësit po vinë, letrat ju paralajmërojnë të mos digjeni nga ritmi. Disa për jush kanë qenë duke vraptuar pa pushim. Punë, përgjithësi, probleme, plane, dhe tani trupi dhe mendja po kërkojnë pak qetësi. Mos harroni, edhe telefoni më i mirë në botë duhet futur në karikim. Apo ja. Kjo letër ju kujton se pushimi nuk është dembelizëm. Nëse kujdeseni për energjinë tuaj, do të përfitoni shumë më tepër nga mundësi që po afrohen. Mos harroni. Filloj me dashuri dhe gjithë ata që janë në lidhje. Perandoresha, e ku ka më bukur se perandoresha. Perandoresha është një nga letrat më të bukura që mund të dalë. Kjo është letra e dashurisë që rritet, e kujdesit, e aftësisë, e ndjenjës së sigurisë. Nëse lidhja juaj ka kaluar periudha të vështira, kjo letër tregon se gjërat mund të përmirësohen ndjeshëm. Ka energji të afrimit, për kujdesjes, plane për të ardhmen dhe më shumë ngrohtësi mes jush. Kjo nuk është dashuri me drama. Kjo është dashuri që ndërton. Ata që janë beqar, për beqarët, mu morgoja, për beqarët është quhet the fool, budallaj nëse përkthejmë në shqip, po që jo ai budallaj si që themi në shqip. Dhe parë se të trembesh nga emri,
Të dashur Akrepër, kjo është një nga letrat më pozitive për fillime të reja. Është letra 0, shikoni me vëmendje. Këtë tregon se shumë për jush po hynë në një kapitull krejtësisht të ri. Një njohje e re, një aventurë e re, një mundësi që nuk e kishit parashikuar. Por, kjo që ndodh, duhet të lini pas disa frikra, sepse nuk mund të hyni në një histori të re duke mbajtur në shpinë të gjitha zhgënjimet e së kaluarës. Është si të shkosh me pushime dhe të marrësh me vete gjithë shtëpinë. Bën sens apo jo, Akrepi? Nuk ka nevojë. Lërni bagazhin emocional aty ku i përket, në të kaluarën, absolutisht. Diçka e re pra për beqarët dhe e bukur dhe të largohen nga e kaluara. Për ata që duan ribashkim, del bota. Kjo është një letër shumë e thellë, sepse ndonjëherë njerëzit të dashur, se dua t'ju bëj edhe këtë, me këtë letër 0 fillon një kapitull, me këtë përmbyllet një kapitull tjetër. Me këtë fillojmë numrimin e letrave të tarot dhe kjo është fundi, apo letra e fundit. Sepse është një letër e thellë. Ndonjëherë njerëzit mendojnë se çdo histori e pa përfunduar duhet të vazhdojë. Por bota thot diçka tjetër. Ajo flet për përmbushje, për mbyllje ciklesh, për qartësi. Për disa prej jush mund të tregoj ribashkim pas një periudhe të gjatë. Por për shumë të tjerë mund të tregoj diçka edhe më të rëndësishme. Të kuptoni më në fund pse ndodhi ajo ndarje dhe të gjeni paqe me të dashur. Sepse jo çdo fund është humbje. Disa funde janë çlirime të dashur Akrepër. Pra, Akrep, këto letra tregojnë një person që po del nga një periudhë reflektimi dhe po hyn në një periudhë më të ndritshme. Në punë intuita juaj po udhëheq drejt diçkaje që shumë shpejt do të bëhet e qartë dhe më konkrete. Në ekonomi dhe karrierë ka arsye për optimizëm, por pa harruar të kujdeseni për veten. Në dashuri energjia është jashtëzakonisht e bukur, perëndoresha sjell ngurtësi, budallai apo the fool sjell fillime të reja, bota sjell përmbushje. Mesazhi i këtyre letrave është që të mos friksoheni nga kapitulli i ri vetëm sepse jeni mësuar me të vjetrin. Ka gjëra shumë më të bukura përpara jush se sa ato që po lini pas. Dëgjoni intuitën, kujdesuni për energjitë tuaja dhe mos harroni se ndonjëherë mrekullitë ndodhin pikërisht kur ndalojnë së detyruarit gjërat të ndodhin.